Tjetër është, me qënë se ishte njoftuar që zoti Rama do të ishte në bashki, në fakt ne kemi gazetarët tanë atje, ende nuk ka shkuar, për gjatë gjithë ditës, ndoshta edhe për të bërë ato që tha Klodi, për të kthjelluar ato mjegull të fortë, e cila u krijuar për gjatë gjithë ditës së sotme, ndërkohë që është faktuar nga gjithë mediat. Shiko, sot ka pasur disa zhvillime tjera, për shkakun, që nga momenti i nxjerrjes lajmit ditën e dieshme, që si ishte lajmi, ishte një vendim i firmosur nga vetë zoti Veliaj, dhe zoti Veliaj nuk e sqaron, e lë evazive, këtë isha ngatruar, thot, ndërkohë që ai minimalisht i bie që nga momenti që para një muaj kur ai është arrestuar, 3 ditë më mbrapa ndodhi delegimi i detyrave ndaj zonjës. Thjesht për ta kuptuar qytetarët sa patetike dhe sa gënjeshtar është reagimi i zotit Veliaj sot, dhe më pas le ta diskutojmë se çfarë fshihet, çfarë ka detyruar. Zonja Noela Rajstani është emëruar, është deleguar detyre, që edhe kjo është pak, si ishte, dhe ne kemi diskutuar atëherë, se si mundet zoti Rama të caktoj delegimin e detyrë, sepse në fakt në tagrin e ka ose Këshilli Bashkiak, ose kryetari i bashkisë, siç rezulton akti në fjalë. Dhe atëherë që prej një muaj, zoti Veliaj ka folur për qiell e për tokë, ka pasur mundësi të informohet edhe nga 2 personat e vetëm që janë lejuar nga SPAK-u për të takuar në qelinë në Durrës, që janë zonja Sara Gozhaj dhe zoti Alban Dokushi, që është sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Tiranës. Pra, për të kuptuar çfarë gënjeshtare kemi të bëjmë në rast, pra prezumohet që gjatë një muaji zoti Veliaj nuk e ka marrë vesh që Edi Rama ka emëruar Anuela Ristanin si kryetare në detyrë të Bashkisë Tiranës, dhe ky krejt papritur është kujtuar mbas një muaji që kishte harruar të linte një njeri që duhet drejtonte Bashkinë e Tiranës, dhe u kujtua ta bëj mbrëm. Dhe e bëri mbrëm aktin. Çfarë ndodh? Ndërkohë sot zoti Veliaj ka qenë dhe është thirrur në SPAK. Ka ndenjur mbi 1 orë gjys. Akt në cilin pa diskutim që zoti Veliaj e dinte. Pyetja është, a ka lidhje vajtja e tij sot në SPAK? Deklarimet e tij sot në SPAK? Veprimet dhe kundërveprimet që u ndërmorën më pas nga zoti Rama, i cili mbasi u njoh me shkresën e zotit Veliaj dje, sot në mëngjes vendosi t'i shkarkonte edhe zotin Dokushi dhe zonjën Goxhaj. Madje vendosi Jonida Halilin. Bravo. Dhe çfarë ndodhi? Dhe vendosi Jonida Halilin, dhe kjo është pyetja tjetër. Pse zoti Rama lëshoi Anuela Ristanin dhe vendosi të emëroj Jonida Halilin? Me që pas ka qenë kështu. Kjo është një tjetër pyetje. Kundërpërgjigje e zotit Veliaj mbas reagimit të zotit Rama, sot çfarë ishte? Ishte të urdhëronte policinë bashkiake që të mos e lejonte futjen e zonjës Jonida Halili në Bashkinë e Tiranës. Më pas ishte vajtja e zotit Veliaj në SPAK, dhe që nga ky moment kanë qarkulluar informacionet, ato që thamë pak më herët, që zoti Rama do të shkonte dhe do të zhvillonte një mbledhje me drejtuesit e Bashkisë Tiranës rreth orës 15, takimi i cili nuk ndodhi dhe zoti Rama nuk shkoi, pra mbaroi një takim në kryeministrinë, pas regjistroi një takim në Pallatin e Kongreseve, dhe kemi këtë reagim të zotit Veliaj në këto momente. Pyetja është, kush u tërhoq? Unë mendoj që është tërhequr zoti Veliaj. Sepse është ai që e bën reagimin, është ai që e njeh gabimin për shkak të mungesës së informacionit, gjithmonë thonë se duhet thonë, dhe është ai që mundohet sërish të besoj tek ai që në fakt po ja shtyp kokën. Beson apo është i detyruar? Është i detyruar, është, më fal, e drejta është ajo që thua ti. Ai është detyruar. Pra zoti Veliaj e ka parë, e di fare mirë se me urdhër të kujt u përgjua për një muaj në burg. E di fare mirë që ata që ky Edi Rama, me cilin pas ka plazmuar miqësinë prej kohësh, minimalisht do duhet t'ja kishte lënë të kuptojë që kujdes se je në përgjime të tjera. Zoti Veliaj e di fare mirë këtë. Sot ishte reagimi i fundit i të mbyturit, i cilit mendon se mund të kapet dhe mund të shpëtojë, por në fakt jo duke u shpëtuar nga gomërdarja, por mund të shpëtojë duke u kapur tek flokët e veta. Sot zoti Veliaj me këtë status tregon fare mirë që i lau duart nëse kishte një mundësi finale për të pajtohej me zotin Rama. Kjo është një tentativë e dëshpëruar, dhe unë mendoj që në fakt dje zoti Veliaj tentoi një kryengritje e cila filloi dhe mbaroi brenda 9 orëve. Ndërkohë, përpara se të kaloj tek avokati që do më bëj disa shpjegime se janë të domosdoshme për të kuptuar në fakt që deri të paktën në deklaratën që bëri Erion Veliaj publike ishte, si thua, kryeministri i cili ishte vënë, do të citoj pak Brisida Shen, kishte bërë një status sot në shahmat, sepse kishte dy mundësi
ai përballë, ose të shkarkonte Erion Velin duke pranuar akuzat e tij, ose ta vazhdonte këtë gjë, por sigurisht do të ishte edhe kjo më pas do ta vinte Erion Velin sigurisht në një pozitë që sërish mund ta kontrollonte Edi Ramën. Por po kaloj vetëm një moment tek Belindi. Belind, meqense ti e ke ndjekur sagën Veliaj deri ditën që si thua u mbyll ajo qeli, u mbyll në qeli. Ti çfarë informacioni ke në raport me atë që ka ndodhur mbrëm dhe si e interpreton ti këtë ndryshim të momentit fundit të Erion Velis? Atëherë t'ju jap fakte Sonila që nuk u përmendën deri tani me informacionet që kemi. Pikë pari. Ditën e djeshme është mësuar që Erion Veliaj ka komanduar nga qelia dhe është një enigmë tjetër, mënyra se si është çuar vula e Bashkisë Tiranë në qeli apo dhe dokumentat zyrtare për të vulosur e për të firmosur në qelit e burgut në Durrës. Ditën e djeshme është njoftuar Edi Rama për emërimin e një prej njerëzve më të besuar të Erion Veliajt, në mos më e besuara, e Sara Goxhait në Bashkinë Tiranë. Kjo tentativë për të emëruar personin në fjalë ka rreth 2 javë që po zhvillohet në Bashkinë Tiranë. Veliaj për shkak të një lufte të egër që ka nisur Anuela Ristani kundër njerëzve të Veliajt në urdhër të Edi Ramës në Bashkinë Tiranë. Dhe menjëherë sapo Edi Rama e ka mësuar këtë gjë ditën e djeshme, në mbrëmje ka shkuar në Bashkinë Tiranë, ku e ka thritur Sara Goxhain, ndjenin time dhe Alban Dokushën, dhe i ka komunikuar shkartimin e menjëhershëm. Madje, me sa informacione kam, e ka përzënë në mënyrë demonstrative nga zyra dhe nga takimi, duke i dhënë urdhër policisë bashkiake që nga dita e nesërme që ka qenë dita e sotme, që i bie dita e sotme në mëngjes, në 8 të mëngjesit, as zonja Fjalë dhe as Alban Dokushi nuk lejohen të futen në ambientet e Bashkisë Tiranë dhe ka komanduar Jonida Alilin. Të njëjtën gjë, të njëjtën kundër përgjigje i ka kthyer Erion Veliaj me policinë bashkiake që ditën e sotme mëngjes kanë marrë urdhër për të mos lejuar futje në bashki të Jonida Alilit. Pra personit favorizuar nga Edi Rama apo asaj që Edi Rama ka vendosur ti besoj, ti delegoj kompetenca. Pra dhe policia bashkiake ka qenë e ndarë dhe pozicionuar në istikamet. Kam përshtypjen beri lapsus herën e parë, Rama ka urdhëruar policinë e shtetit. Të shtetit, okej. Të shtetit, më fal, po ka drejtë policinë e shtetit, ai policinë bashkiake këta. Okej. Pra ka vënë dhe policinë në policia bashkiake në fronte. E thash policisë me idenë që po. Okej, policia e shtetit dhe policia. Po pra Rama i kontrollon të dyja apo çfarë si ka. Në thënë çfarë ka ndodhur ditën e sotme? Ajo që ka thënë Brisida Shehaj në mëngjes, në fakt, është edhe gjithë keq kuptimi i madh për cilin flet Erion Veliaj, që e kthen një keq kuptim të vogël edhe që kujdeset në tekst të thotë përveç mallit që kanë për komandantin, për shokun Rapi, për Edi Ramën, asgjë tjetër nuk më shkon në mendje. Pra ky është mesazhi për atë rrugë zgjedhje, të cilën ky i la Edi Ramës ditën e sotme. Belin, me që je këtu ta lexoj pak të Brisit, vetëm ta lexoj që ta kuptoj publiku për çfarë bëhet fjalë. Vetëm kuptojmë logjikën. Po, dhe më jep shpjegimin. Ditën e sotme mediat kanë bërë publike një